Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Depistimi i kancerit të qafës së mitrës përmes testeve të HPV-s është një nga programet kombëtare që po zbatohen në vendin tonë nga Ministria e Shëndetësisë prej disa vitesh. Me zgjerimin e fashës së grup moshave në 35 deri në 55 vjeç, synohet kapja në kohë e këtij kanceri që mund të parandalohet përmes vaksinimit dhe depistimit të rregullt. Dhënia e ndihmës së parë në raste emergjente ishte në fokus të konferencës shkencore dyditore të mbajtur në fundjavë në Saran. Trajnimi shëndetësor dhe praktik i organizuar në Saran në partneritet me mjek nga Athina u organizua nën kujdesin e konsullit përgjithshëm të konsullatës së Greqisë në Gjirokastër, Sokratis Survinos, i cili e vlerësoi konferencën si konkretizim të bashkëpunimit të ngushtë mes dy vendeve. Flora dhe fauna në bashkinë e Dropullit janë bërë objekt studimi, hulumtimi dhe digitalizimi specialistëve të fushës. Kjo njësi vendore disponon 10.500 hektar me pyje dhe 14.500 hektar me kullota. Shkolla profesionale Thoma Papapano prej disa vitesh ofron edhe degën etike, e cila është nga më të kërkuara nga të rinjtë e rajonit Jugor, si një degë ku ata mund të formohen dhe të aftësohen për tregun e punës. Fal praktikave të zhvilluara në biznese apo institucione publike, por edhe pjesëmarrjes në konkurse të ndryshme, këta nxënës marrin eksperjenca që nesër do t'i vlejnë në ushtrimin e profesionit. Ju njohim tani më gjerësisht. Depistimi i kancerit të qafës së mitrës përmes testeve të HPV-s është një nga programet kombëtare që po zbatohen në vendin tonë nga Ministria e Shëndetësisë prej vitesh. Me zgjerimin e fashës grup moshave nga 35 deri në 55 vjeç, synohet kapja në kohë e këtij kanceri që mund të parandalohet përmes vaksinimit dhe depistimit të rregullt. Një nga programet kombëtare që po zbaton Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri është edhe ai depistimi të kancerit të qafës së mitrës përmes testit HPV. Duke filluar nga viti 2026, ky program zgjeron fashën e grup moshës te popullata femërore nga 40 deri në 49 vjeç, që ishte më parë, tashmë përfituese do të jenë femrat e moshës 35 deri në 55 vjeç. Kjo nismë synon rritjen e ndërgjegjësimit për kontrolle dhe uljen e rrezikut të kësaj sëmundje. Ndërsa ka vite që ka nisur, ky program ka rezultuar me interes në Gjirokastër. Mjekja e një prej ambulancave në lagjen 18 shtatori, Raimonda Sinani, thotë se brenda një viti e kanë kryer këtë test 50 gra. Kemi disa kohë që tashmë ofrojmë edhe një test që bëhet për human papillomavirus, që është një test i cili kap në mënyrë të hershme kancerin që mund të zhvillohet në qafën e mitrës. Ne japim, do më thëmë vjen në qendër shëndetësore dhe ka gra që janë të interesuara dhe në përgjithësi e kanë bërë. Është bërë fushat sensibilizuese faktikisht, edhe për në lidhje me këtë test, ashtu siç bëhet edhe për kancerin e gjirit, për depistimin e kancerit të gjirit, edhe për këtë pjesë është bërë goxha fushat sensibilizuese dhe shikohet që interesi është në rritje te gratë, të cilat kërkojnë që ta bëjnë këtë test. Ofrojmë neve këtu, u tregojmë kushtet se si merret dhe mënyrën e marrjes dhe pastaj e marrin vetë në shtëpi dhe e bjerë. Në përgjithësi ka rezultuar shumë mirë, me përjashtim të një 2 rasteve, të cilat janë referuar pastaj për ekzaminime të mëtejshme, siç është kolposkopia. Kanceri i qafës së mitrës është një nga kanceret që mund të parandalohet pothuajse plotësisht përmes vaksinimit të HPV-s dhe depistimit të rregullt. Të dyja këto ofrojnë falas nga Ministria e Shëndetësisë për fasha të përcaktuara. Dhënia e ndihmës së parë në raste emergjente ishte në fokus të konferencës shkencore dyditore të mbajtur në fundjavë në Saran. Trajnimi shëndetësor dhe praktik i organizuar në Saran, pra në partneritet me mjek nga Athina, u organizua në kujdesin e konsullit të përgjithshëm të konsullatës Greqisë Gjirokastër, Sokratis Survinos, i cili e vlerësoi konferencën si konkretizim të bashkëpunimit të ngushtë mes dy vendeve. Bluzat të bardha nga Saranda, si dhe homolog të tyre nga Universitetet e Athinës dhe Tiranës, dy ditët e kësaj fundjave ja kushtuan vetvetes dhe qytetarëve, fokusuar në misionin humanitar për të shpëtuar jetë, duke qenë më të ditur dhe më veprues për dhënien e ndihmës së parë në raste emergjence. Ky do të ishte fokusi i trajtesave që u prezantuan nga profesorë të ardhur nga Universiteti Kombëtar i Athinës në partneritet me shoqatën greke të reanimimit, si dhe nga mjek të disa specialiteteve nga Spitali Petronako
Qero i Sarandës. Mjeku ortoped Lefternika, që ishte edhe nismëtar për organizimin e këtij eventi në Sarandë, thotë se pa u koordinuar me struktura shkencore dhe pa aplikuar teknologji të avancuar, nuk mund t'i ofrosh cilësi shërbimi komunitetit tënd. Çdo dije duhet të shoqërohet edhe nga vullneti, nga dashuria që kemi mbi njeriu. Nëse mjeku apo se një infermier apo ose edhe një person i caktuar, çdo gjë që bën e bën me dëshirë dhe e adhuron atë gjë, ajo bëhet shumë fish më e mirë dhe ka atë aftësinë për të parë te njerëzit e tjerë dhe të bëhet si paradigma, që themi, si shembull. E veçanta e takimit të Sarandës, kombinimi dijeve të thelluara për mjekët obstetër ginekolog e personel ndihmës, me një panel trajnimi të qytetarëve dhe prindërve për ndihmën e parë në të rritur dhe fëmijë. Kjo ishte ana më e vlerësuar për mjeken shqiptare Rosetta Soko, profesore asociuar në Universitetin Kombëtar të Athinës. Ky aktivitet ka rëndësi të madhe, është në shërbim të popullit, të mjekësisë, në shërbim të personelit mjekësor, ndihmojmë në edukimin e tyre për ndihmën e shpejtë të rriturit, për fëmijët dhe neonatët, dhe gjithashtu rëndësia më e madhe e këtij aktiviteti është sepse vihet në funksionimin e qytetarëve. Duam të edukojmë dhe të trajnojmë qytetarët për ndihmën e parë të shpejtë. Profesore Alketa Qose, zëvendës dekane e Fakultetit të Mjekësisë në Tiranë, vlerësoi se edhe një jetë e shpëtuar është shumë e rëndësishme dhe atë që nuk e kemi realizuar dot në Tiranë e kemi mundësuar duke bashkëpunuar në vite me kolegë grek të Athinës, Selanikut dhe Janinës. Një lloj si me motrën dhe vllajin, të gjitha këto nuk mund t'i shprehësh dot vetëm një fjali. E vërteta është ne ndjehemi kaq afër dhe ndjejmë kaq shumë ndihmën e kolegëve tanë nga Athina, nga Janina, nga Selaniku, sa në pozicionin tim, sidomos si shefe, e kam ndjekur gjatë gjithë këtyre viteve, atë që nuk e realizojmë dot në Tiranë apo në Shqipëri, e kemi realizuar pikërisht me kolegët tanë. Personeli mjekësor nga klinika e neonatologjisë e Spitalit Mikpritës për foshnjat në Athinë demonstruan ndërhyrje taktike me asistencë mjekësore të specializuar në situata problematike të pritjes së fëmijës. Me konferencën dytitore mjekësore të Sarandës së pranishmëve ju ofrua një orë teorike të përditësuara sipas udhëzimeve më të fundit të Këshillit Evropian të Reanimimit dhe aftësimit teknik për të qenë i pajisur edhe publiku me shprehi praktike të nevojshme për të dhënë ndihmën e parë për të shpëtuar jetë në raste emergjente. Flora dhe fauna në bashkinë e Dropullit janë bërë objekt të studimi, hulumtimi dhe digitalizimi i specialistëve të fushës. Kjo njësi vendore disponon 10.500 hektar me pyje dhe 14.500 hektar me kullota. 25.000 hektar me pyje dhe kullota janë regjistruar në hartën katastrale të bashkisë së Dropullit. Kjo pasuri natyrore është bërë shpesh objekt studimi dhe ulëmtimi i studiusëve vendase të huaj, duke promovuar florën dhe faunën e Dropullit dhe të Pogonit. Bashkia e Dropullit është ndër bashkitë që ka një fond pyjor dhe kullësor më të pasur në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Mund të përmendim që fondi pyjor i bashkisë Dropullit përbëhet rreth 10.500 hektar, ndërsa fondi kullësor rreth 14.980 hektar. Do me thënë është një sipërfaqe e madhe, e përfshirë dhe mbuluar me pyje dhe kullota. Për menaxhimin e këtyre pyjeve dhe kullotave, aktualisht neve përdorim të dhënat e sipërfaqeve të vendimit të Këshillit të Ministrave. Drejtuesit vendor kanë pasur si objeksion përfundimtar digitalizimin e kësaj pasurie natyrore të pyjeve dhe kullotave. Në bazë të sistemit Alfis, që ka qenë dikur në bashki dhe ish komunat, i cili aktualisht sot nuk funksionon dhe në të ardhmen po përgatitet që ky sistem të jetë përsëri në përdorim. Neve aktualisht përdorim të dhënat e inventarit të pyjeve të vitit 84 dhe të dhënat e inventarit të kullotave të vitit 85 me harta topografike të shkallës 1/25.000. Drejtoria e pyjeve të bashkisë Dropull ka bërë një përditësim kadastral gjatë vitit të kaluar në sektorin kullësor, ku kemi hedhur të dhënat e inventarit të pyjeve për çdo ngastër në të dhënat e sipërfaqeve të vendimit të Këshillit të Ministrave
dhe ky përditësim është bërë jo vetëm për sipërfaqe dhe për kapacitet kullusor, por është bërë dhe për të dhënat e gjendjes së kullotës, e dobishme, e pa dobishme ose e shkëmbore. Njëkohësisht, pjesë e ulëmtimit të pyjeve dhe kullotave në Andropul si dhe zhvillimi ekonomik në zonat malore të banuara janë për tashmë edhe projekte ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Banorët e fshatit Vrisera në Andropullin e Sipërm kërkojnë sistemimin e lumit Kserias, pasi disa herë janë përmbytur gjatë muajve të dimrit. Lumi Kserias është degë e lumit Drino, ujërat e të cilit vijnë nga shteti grek. Fshati Vrisera në Andropullin e Sipërm filloi të krijohet masivisht në dekadën e viteve 60, megjithëse familja e parë është vendosur prej vitit 1934. Ky fshat ka të regjistruar në hartën kadastrale 105 banesa me 500 banorë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile, por aktualisht ky fshat ka 80 banorë të përhershëm. Në çdo shtin dimri, fshati Vrisera, qendra njësisë administrative Andropulli Sipërm, rrezikohet nga përmbytjet. Rrezikohet nga vërshimi i ujërave të lumit Kserias. Gjatë 2 dekadave të fundit, fshati Vrisera është përmbytur disa herë, pasi kanë dalë nga strati ujërat e lumit Kserias, pjesë e lumit Drino. Hera e fundit që u përmbytën disa banesa në fshat ishte rasti para disa javëve. Prandaj dhe banorët reagojnë duke kërkuar sistemimin e lumit me një investim publik. Masat, për sa i përket që masat duhen marrë për sistemimin e lumit që të mos ketë përmbytje në këtë vend ku jemi në fshatin në Vrisera, mund të jenë të shumta, por unë mendoj që të bëhen prita anash, atje ku tani e rrezikohet më keq, edhe prita të jenë të thella. Të thella ajo që të mos rrezohen edhe të devijojnë ujin në krahët e kundërt. Se një vit që këtu Vriseraja, gjysma e fshatit të Vrisera, është në nivelin e lumit. Argjinatura, domethënë edhe mund të bëhet një mbledhje e lumit me shpenzime të bëhet me kanalizime të madhe, të bëhen shpenzime nga shteti, që të mblidhet lumi se tani përderisa është i gjerë, gati 600 metro, ai me merë rrym të pa kontrolluar. Edhe godet nga njërë këtej njërë andej, edhe fshati i Vriseras, sidomos lagja ku jemi neve këtu, edhe një ditë mund të përmbytet. Prandaj edhe gjithë dimrit jemi me frikë, do mbitemi, se kur do të mbitemi, po vazhdoj kështu. Prandaj edhe brezat e ardhshme janë me frikë, na marrin në telefon, si jini, si shkoni. Problemi i lumit në Vrisera nuk është i shoqëm, është këtu e shumë vite para. Mendimi im është që duhen bërë investime, duhet bërë studim dhe investim, se me gjëra provizore dhe me gjëra, do më thënë, me mjete provizore nuk bëhet. Këtë që të flasim. Do më thënë, gjinaf që të flasim kështu. Duhet një studim dhe duhet një investim i madh, sepse na dritet prap thash e përsëris, na dritet trupi sa herë që bën koha si pardje, si para pardje për shembull, se mos na i marrin të gjitha zvarrat e na i çojnë në Subash. Investimi që kryhet aktualisht për rikonstruksionin e rezervuarit të Pepelit, i cili ndodhet në pjesën perëndimore të fshatit, prek edhe një pjesë të lumit së bashku me kanalet kulluese dhe vadice në këtë zonë. Shkolla profesionale Thoma Papapano prej disa vitesh ofron edhe degën etik, e cila është nga më të kërkuarat nga të rinjtë e rajonit jugor, si një degë ku ata mund të formohen dhe aftësohen për tregun e punës. Fal praktikave të zhvilluara në biznese apo institucione publike, por edhe pjesëmarrjes në konkurse të ndryshme, këta nxënës marrin eksperjenca që nesër do t'i vlejnë në ushtrimin e profesionit. Spitali rajonal Omer Nishani në Gjirokastër prej një viti, ndërsa po i nështrohet rikonstruksionit, është kthyer edhe në një vend të përshtatshëm për kryerjen e praktikave profesionale nga të rinjtë që ndjekin studime në shkollën profesionale Thoma Papapano. Ta janë nxënësit që kanë zgjedhur degën Teknologji Informacioni dhe Komunikim, të cilët do të kontribuojnë në instalimin e pajisjeve të internetit dhe monitorimit të pacientëve. Kemi ardhur për të parë shtrimin e kapave të internetit, për të cilën më vonë do vim të të vendosim pajisjet për shërbimin e klientit ose për vendin ku do rinë doktorat për internetin për gjërat që mund të duhen. Një eksperiencë e re, një përvojë e re dhe mendoj se do na ndihmoj shumë në avancimin tonë në këtë degë.
Kjo është faza e parë, thot mësuesi që ata i drejton, inxhinieri IT-s Shqyquri Jerindi, ku nxënësit njehen paraprakisht me pjesët e qarkut dhe sistemit të internetit. Krahas praktikës që ne zhvillojmë në ambientet e shkollës tonë, ne me nxënësit dalim edhe në teren, ku sot kemi ardhur pranë ambienteve të Spitalit Rajonal Omer Nishani me nxënësit, pasi është në fazë rikonstruktimi dhe nxënësit e drejtimit TIK kanë ardhur për të parë instalimin e kablave elektrik dhe të sinjaleve të ndryshme, si dhe kablat e internetit, ku nxënësit më vonë në fazën tjetër do vinë të instalojnë dhe konfigurojnë pajisjet të internetit dhe pajisjet që çojnë sinjal te dhoma e mjekut dhe infermierit, pajisjet të cilat monitorojnë shëndetin në kohë reale të pacientit. Dhe nxënësit kanë ardhur për të parë të gjitha fazat e ndërtimit të njeriut, që në fazën fillestare deri te faza përfundimtare. Ndaj sot zgjodhëm të vinim këtu në spital, i cili është në proces të rikonstruksionit. Dhe kjo është një praktikë e mirë për nxënësit, pasi ata njihen me të gjitha pjesët e një qarku dhe të sistemit të internetit. Dega e TIK është nga më të kërkuarat për të rinjtë e rajonit jugor. Ndërthurja e procesit mësimon me praktikën përmes pjesëmarrjes në praktikat profesionale, por edhe aktivizimit në projekte e konkurse, u bën më të dashur këtë degë, të cilën e ofron Shkolla Profesionale Thoma Papapano. Shoqata kulturore Shën Kozmaj Livadian në Bashkinë e Finiqit ka planifikuar kalendarin e aktiviteteve me rastin e 10 vjetorit të krijimit të saj. Festa tradicionale, prerja e pites, ishte aktiviteti i parë i vitit jubilar 2026. Shoqata kulturore Shën Kozmaj Livadia ka regjistruar një aktivitet të pasur gjatë viteve të fundit, si në gjirin e minoritetit etnik grek dhe në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, ashtu edhe jashtë vendit. Aktiviteti i parë në këtë vit jubilar vjen pas një viti shumë të suksesshëm aktivitetit traditës dhe të folklorit. Besoj se kemi arritur një situatë shumë të madhe për shoqatën tonë. Kishim zhvilluar gjithë ato aktivitetet në vitin 2025 dhe po vazhdojmë dhe se 10 vjetor në shoqatën Shën Kozmaj. Disa nga aktivitetet që do të organizoni vitin 2026 me rastin e 10 vjetorit të krijimit të shoqatës. Fillojmë me prerjen e pites sot dhe pastaj do vazhdojmë me ato aktivitete që kishim për gjithë vitin edhe vitet të tjera, po si vjet do organizojmë dhe ca të tjera që mund të themi se do jetë si surprizë. Drejtuesit e grupeve folklorit të kësaj shoqate ndjehen krenar për kontributin e tyre. Vit për vit, shoqata ka nevojë, domethënë, për organizime të tilla, të vinë njerëz sa më shumë, të ndihmojnë dhe shoqata të bëjë akoma gjëra më të mira. Mendoni se kultivimi i folklorit dhe i traditave duhet të vazhdojë të thellohet akoma më shumë për sa i përket traditës edhe folklorit në Finiq? Po patjetër. Ky është dhe synimi kryesor që folklori domethënë të vazhdojë akoma më mirë. Prandaj organizojmë dhe prerjen e pites që kemi sot, që të ndihmojmë me vonë, domethënë, aktivitetet e ndryshme për folklorin, për vallet, për çdo gjë. Aktiviteti tradicional prerja e pites u zhvillua në një ambient të ngrohtë me pjesëmarrjen e anëtarëve miqve të shoqatës, si dhe përfaqësuesve politik të pushtetit vendor dhe apo të trupit diplomatik. Mbrëmja kaloi në shoqërinë e grupeve artistike dhe të muzikës tradicionale të zonës. Luftëtari shënon fitore në shumë pritur pas shumë takimesh me humbje dhe barazime. Bluzind kanë marrë 3 pikëshi në përballjen me Kuksin, e cila përfundoi me rezultatin 3-1. Ndër 21 golat e shënuar në takimet e luajtura në kuadër të javës së 19 të kategorisë së parë në futboll, 3 u realizuan nga luftëtari, i cili arriti të mund Kuksin në stadiumin Gjirokastra. Golat u realizuan në pjesën e dytë, në minutën e 51 nga Çulli, në të 56 nga Zani dhe ishte Niangulla që i dha golin e tretë skuadrës Gjirokastrite në përfundim të takimit, i cili u mbyll me rezultatin 3-1. Me këtë rezultat, bluzinjt shënuan fitoren e dytë në këtë kampionat dhe të parë në shtëpinë e tyre. Më shumë se një fitore për bluzinjt është një burim kurajoje për t'i mbijetuar garës për mbijetesë. Merkatoja dimri duket se ka afruar te luftëtari, lojtar cilësor që bëjnë ndryshimin dhe siç është shprehur trajneri Bledar Devolli në fillim të fazës së dytë, me këtë ekip të riformatuar pothuajse në masën 70% pritet që të marrë edhe në vijim rezultate të mira. 8 lojtarë janë bashkuar skuadrës Gjirokastrite pas fazës së parë, kryesisht nga tregu i huaj.
Luftëtari, pas këtij takimi që rezultoi me fitore, vazhdon të mbajë vendin e 11 në tabelën e klasifikimit me 15 pikë, 2 fitore, 9 barazime dhe 8 humbje. E shtuna tjetër e vendos Luftëtarin përballë Laçit, takim që do të luhet në kuadër të javës së 20 të kampionatit të futbollit për kategorinë e parë. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.